Seancat gjyqësore nuk mund me mbajt, për shkak se s'ka numër të mjaftueshëm të prokurorëve. Qeveria nuk ka ndarë mjete buxhetore as për pozitat të cilat me ligje janë të përshkruar. Qeveria themelore, prokuria aprilet atje ballafaqohet me kushte të vështira të hapësirës punës. Në vitin 2024 janë bërë gjithsej 9.523 lëndë kallëzime penale. Në lëndë primare që i ka prokurori i shtetit, aty ku ka aktendent për fillim të hetimeve, efikasiteti është 95%. Që në krahasim me vitin 2023, që ishte 89, dhe në vitin 2022, që ishte bashkë me i kurë, tregon një rritje të këtij efikasiteti edhe përkundër vështirësive që i kanë përcjellë sistemin prokuror. Në këtë javë, ne kemi pas problemet e para të cilat unë i kam paralajmëruar edhe më herët, që gjykata, edhe pse kanë gjyqtar më shumë, seancat gjyqësore nuk mund me mbajt, për shkak se s'ka numër të mjaftueshëm të prokurorëve. Jo më larg se këtë javë ka pas problem gjykata themelore e PE-s, sepse nuk ka pas prokuror që mund me shku në seanca. Pra kemi ardhur në një situatë kur buxheti i Kosovës ndahet për numër të gjyqtarëve, të cilët nuk mund të mbajnë seanca sepse s'ka numër të mjaftueshëm të prokurorëve. Qeveria nuk ka ndarë mjete buxhetore as për pozitat të cilat me ligje janë të përshkruar. Kur them këtë, janë me vite që neve nuk kemi referentat e ndërmjetësimit, edhe pse ligji për ndërmjetësim ka paraprap këto pozita. Janë me vite kur nuk janë plotësuar pozita për bashkëpunëtor profesional, edhe pse ligji i prokurorit shtetit parashef që secili prokuror me pas një bashkëpunëtor profesional. Pra, mungesa këtyre mjeteve buxhetore e vështirëson me masë të madhe punës e gjithë sistemit. Mungesa e mjeteve për ndërtimin e objekteve, për blerjen e objekteve. Sot e keni Mitrovicën, e keni Prizrenin, që për shkaqe burokratike nuk realizohen kërkesat për të gjetë vendi dhe për të ndërtuar objekte. Pra ne paguajmë shumë më mend se për qira. Edhe objektin në cilin jemi neve këtu sot është objekt me qira. Dhe nuk e dim kur, a do kem nesër apo pas nesër në këtë gjyrë dhe ku të shkojmë. Pra kur neve jemi në kësi situate, atëherë si pritet nga ne efikasitet më i madh, kur kushtet tona të punës nuk janë të tilla që na e lehtësojnë dhe mundsojnë një efikasitet të tillë. Ku gjatë vitit 2024 bazuar në ligjin me numër 08L260 për buxhetin e Republikës Kosovës, për vitin 2024 këshillet janë ndarë buxhet prej 17.265.867 euro, dhe pse kërkesa jonë ka qenë 19.660.377 euro, dhe kjo kërkesë nuk është aprovuar nga Ministria e Financave dhe Drejtësisë, atë që tha prokurori i shtetit për të mbuluar disa pozita ligjore që kemi në sistemin prokurar të Kosovës, ku ka ndikuar direkt në realizimin e aktiviteteve të sistemit prokurar. Po ashtu si kërkesë themelore ndaj qeverisë Kosovës, Ministrisë Financave ka qenë edhe limi i mjeteve për ndërtimin e prokurisë themelore të Prishtinës, kur dihet fare mirë që prokuria themelore, prokuria aprilet atje ballafaqohet me kushte të vështira të hapësirës punës si prokurorit shtetit, ashtu edhe administratës. Mosplotësimi i përgërjes së këshillit me 2 anëtar. Sulme nga institucione tjera me qëllim të dëmtimit të besimit të publikut në sistemin prokurar të Kosovës. Mungesa e bashkëpunimit me institucione tjera për realizimin e zotimeve nga deklarata e përfashë të zotimeve, dorëheqja e prokurorëve të komunitetit sot, dorëheqja e anëtarëve të Këshillit Prokurar të Kosovës nga radhët e Odës Avokatëve të Kosovës. Buxheti pa mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha obligimet e krijuara, mos dekretimi i kryeprokurorit të shtetit që tash mbetet tash e sapo. Prokurori i shtetit gjatë vitit 2024 ka pasur në punë gjithsej 150.204 kallëzime penale nga regjistri PP kryes të njohur, PPM kryes të
mitët, PPN, lëm të ndryshme, FJN, ndihmë juridike ndërkombëtare, PPP, kryes të panjohur, lëndët PA, prokurim, apelit dhe zyrën e kryeprokurorit shtetit. Nga ky numër i lëme 99.523 ose 66.26% janë të trashëguar, pasur si lëmë të pazira nga viti paraprake, ku kjo përqindje 50.681 ose 33.74% janë pranuar në punë gjatë vitit 2024. Gjatë këtij viti nga ky numër i lëmë, 45.480 ose 30.28% e lëmeve në punë gjatë vitit municipal janë zgjedhur apo proceduar në organet kompetente. 104.720 ose 69.72% e të cilat këtyre lëmeve janë proces trajtimit nga ana e prokurorit shtetit. Në vitin 2024 janë mbatur gjithsej 9.523 lëmë të aktësime penale